Ndodhemi në dy shtëpit e dy shkrimtarëve më të njohur shqiptar, që tashmë fatkeqësisht asnjëri nga ta nuk është i gjallë. Në studion Kadare dhe studio Agolli, janë dy shtëpit të cilat janë shumë të vizituara nga turistët, por jo vetëm, janë të vizituara edhe nga lexuesit shqiptar. Po me këto shtëpi drejton Anisa Ymeri. Domethënë, është gazetare, është letrare, është një aktiviste e madhe e librit dhe është sigurisht gazetare profesion. Më bëre me turp tani. Profesion jemi, domethënë, njësoj. Por nuk jemi njësoj në rëndësinë që ti ke për këtë shtëpinë, apo jo? Sigurisht që ky është një privilegj i jashtëzakonshëm, po nga ana tjetër është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse çdo gërm që lëshon, kur flet për Kadaren dhe për Agollin, sigurisht që ka një peshë. Edhe ne bashkë me stafin përpiqemi që çdo ditë ta justifikojmë këtë mision, sepse kjo nuk është një punë. Ky duhet parë si një mision. Përpiqemi ta justifikojmë këtë besim që na kanë dhënë edhe këtë mision që kemi përsipër. Është një punë e imtë për ditë, e cila kërkon një përkushtim të jashtëzakonshëm, por në fund, kur vizitorët e bën me shumë kënaqësi, me kënaqësi të jashtëzakonshme dhe mendoj që mund bëhet vetëm kështu, si nga unë edhe nga stafi që punon këtu. Kur thua stafi, Anisa, sa vet jeni përveç teje, domethënë? Ne gjithsej jemi 10 persona që punojmë në këto dy apartamente, sigurisht jemi shpresë plot që do të jemi më shumë në numër vitin që vjen, sepse numri vizitorëve këtë vit është gati është trefishuar dhe nga Bashkia Tiranë për nga edhe varemi institucionalisht, kemi marrë një premtim që ne do të jemi më shumë për dy arsye themelore. Para sepse duhet që të shtohet një sektor i kërkimit, pra ky vërtet është një muze i cili vizitohet, po në thelb është një institucion kërkimor shkencor. Dhe ata persona që duhet të gërmojnë, një pjesë janë këtu, një pjesë do duhet të shtohen dhe të vinë. Dhe duke qenë i vetmi institucioni këtij lloji në Shqipëri, një muze letrar ku ruhen artefaktet më të rëndësishme të jetës dhe veprimtarisë të dy shkrimtarëve, sigurisht që kërkon një program edukimi të strukturuar. Prandaj ne jemi duke punuar paralelisht me forcimin e këtyre dy sektorëve, krahas patjetër guidës së muzeut, sepse vizitori do të jetë sërish në qendër, por i pasuruar tani, pra vizitori i vogël me një program dhe një guidë të specializuar dhe patjetër kërkuesit shkencor dhe ata që duan të gërmojnë përmes edhe objekteve. Pra çdo objekt këtu ka një histori, ajo histori duhet treguar, sepse ne, një pjesë e jona e kemi takuar fizikisht Kadaren, ai vetëm një vit e paka që është ndar nga jeta, por pesha dhe rëndësia që ai ka shumë e madhe, është e përboçme dhe ne kemi një mision dhe një detyrim kombëtar, por edhe ndërkombëtar tani më, që çdo objekti këtu t'i vëm historinë nga pas, që bota ta kuptoj jetën dhe veprën e Kadares edhe përmes historisë të objekteve, dorëshkrimeve. Ne kemi dorëshkrime të tëra në rafte, përmbajtjen e të cilave mjerisht nuk e dim. Prandaj duhen këto forcat e reja që të vinë këtu edhe të na tregojnë, pra të bëjmë një lloj zbardhje në një kuptim të gjithçkaje gjendet në këtë shtëpi. Ceke më herët që shumica e gjërave janë të paprekura, pra ashtu siç i ka lënë autori derisa ka jetuar në këtë shtëpi. Po, kemi një fat të madh në këtë apartament që autori ka jetuar dhe familja e tij kanë jetuar këtu deri në 1990-ën, kur u larguan nga Shqipëria dhe u strehuan politikisht në Francë. Kjo ka bërë, pra fakti që shtëpia nuk është jetuar gjatë gjithë kohës deri në momentin e ndarjes së tij nga jeta, që të ruhen një pjesë e objekteve të para 1990-s. Nëse familja do të kishte jetuar këtu gjatë, sigurisht i gjithë ky apartament do të ishte transformuar, siç ka ndodhur për shembull me apartamentin e drejtori Agollit, sepse ai që ka ecur me kohën. Këtu sikur ka stagnuar koha. Po, këtu është tamam një kapsul kohe, cila është ngrirë dhe këtë mund ta vërej kushdo që futet. Në një pikpamje ka disa që kanë atë përjetimin e një muzeu disi të ftohtë. Në fakt është një muze ndryshe dhe kjo duhet theksuar. Pra ky është një muze i cili tregon jetën e shkrimtarit, deri në një periudhë caktuar kohe, por çfarë është më e rëndësishme se aq, konservon frymën e viteve në të cilat ai ka krijuar dhe bëhet fjalë
për praktikisht vitet më të rëndësishme të krijimtarisë, sepse nga 73 deri 1990 ai ka qenë në kulmin e pjekurisë tij profesionale, artistike, dhe ai ka krijuar këtu më së shumti ato vepra, ai ka folur me atë telefonin që është aty, pra ka shkruar me atë makinë shkrimi me atë ka shkruar. Ka parë në këtë televizorin, nëse i keni haruar apo jo. Po për kohën kanë qenë shumë moderne. Jo vetëm kaq, ky ka pasur të një telekomandë që është këtu. Jo të gjitha familjet shqiptare kanë pasur këtë. Po, ta tregojmë pak as telekomandë, kështu duket telekomanda. Po, dhe sigurisht jo të gjithë e kanë pasur të mundur. Shumë detaje interesante. Janë vërtet detaje shumë të rëndësishme. Kemi edhe një fotografi këtu. Po, kjo është një fotografi nga vizitat jashtë. Guxoj me prek apo se? Po, mundesh. Vetëm për gazetar kjo lejohet, për vizitor nuk lejohet. Po, për gazetar lejohet se kanë misionin për ta treguar, kështu që për më tepër që kjo është e mbrojtur, është me shumë kujdes. Patjetër. Pse nuk lejohet të preken gjërat në një? Është shumë e rëndësishme e para sepse një pjesë e materialeve janë shumë delikate dhe prandaj ne kemi ekspozitor një pjesë e objekteve siç janë medalje, dorëshkrimet origjinale janë të izoluara dhe vetëm mund t'i shohësh. E dyta, bëhet fjalë në pjesë më të madhe të rasteve për letër. Për materiale të ndihshme. Për letër e cila nëse do të prekej nga aq duar sa e vizitojnë muzeun, sigurisht nuk do të jetonte përgjatë. Nëse duam të dim një numër mesatarisht brenda ditës, sa vizitor mund të ketë? Kjo varet shumë nga muajt, nga ditët, dhe unë mund t'ju them për shembull që deri në këtë moment ne kemi me parafërsi një numër rreth 11.000 vizitor dhe synojmë që ta mbyllim po themi vitin me 12.000 e pak, pra brenda një viti kemi një rritje shumë të ndjeshme me vitin e kaluar. Si të vizitorëve të vegjël, që janë programet edukative që ne kemi me nxënës të shkollave, por kemi rreth 65% dhe rritje të numrit të biletave, që do të thotë se ka pasur të paktën 65% vizitorë të huaj më shumë se sa një vit më parë. Kjo, me thënë të drejtën, na gëzon, po mendojmë edhe që është rrjedhojë edhe e një pune të vazhdueshme promocionale që është bërë gjatë këtij viti, jo në kuptimin e keq të fjalës, po një lloj qasje ndryshe që institucioni ka pasur, qoftë me agjenci turistike, qoftë me praninë e tij, me tabela orientuese në qytet, në rrjetet sociale, gjithashtu, dhe çfarë është shumë e rëndësishme, është ofrimi i guidës në disa gjuhë. Po, kjo ishte shumë e rëndësishme pasi këtu brenda, në sa gjuhë ofronit Ciceron? Tani, kushdo që futet brenda këtij muzeu mund të marrë guid në anglisht, nga të gjithë specialistët e muzeut. Kemi guid në frëngjisht, për vizitorët që ja vinë nga vendet frëngjisht folse, që janë frankofon. Kemi guid në italisht, në spanjisht, në turqisht, që janë fizikisht këtu. Pra, në qoftë se një grup francezësh për shembull do të prenotojnë, sigurisht që guidën ta marrin në gjuhën e tyre, por patjetër edhe nëse thjesht vinë rastësisht, e marrin gjithashtu në gjuhën e tyre. Përtej fakti që specialistët e muzeut janë përzgjedhur me këtë kriter që të ofrojnë guida në anglisht plus një gjuhë tjetër, ne i kemi të përkthyera guidat zyrtare në të gjitha këto gjuhë që unë përmenda, përfshirë gjermanishten, përfshirë serbishten, jemi në punime si për ta përkthyer në një prej gjuhëve aziatike, potencialisht në kinezisht, në mënyrë që kushdo që vjen këtu për vetë shqipes të gjej veten, për një arsye themelore. Nga cili vend, më fal që unë ndërpres kështu, jam gazetare keqe. Nga cili vend ju ka ardhur më çudi që keni vizitor? Besoj nga Franca ju vinë shumë njerëz sepse Franca viziton shumë. Edhe kam anën përballë guidën e frëngjishtes, po. Franca, nga vizitorët e huaj, mban numrin kampion të vizitorëve, nuk është surprizë, kjo është normale, sepse Kadareja gati është një, jo gati, po është një shkrimtar... Gjysmë francez. Po, shqiptaro-francez, dhe sigurisht që ata e kanë shumë të ndjeshme këtë pjesë, por edhe turizmi kulturor në Shqipëri është me goxha francez që vinë dhe vizitojnë.
Po ka për shembull nga këto vendet e largëta që s'ta merr mendja ndonjëherë për shembull Nga para Kina, për disa shembull. ditë, po, patjetër. Para disa ditësh nga ishte ai vizitori që ishte shumë i emocionuar, ishte nga një nga vendet e Afrikës. Nga Kongo, ja. Kongo, rezident në Amsterdam, në Holland, që kishte lexuar disa vepra të Kadares, që ne I mundësuam që të shite dhe disa dorëshkrime, ai filloi të qajë këtu, pra kaq shumë, pra vin U emocionua, ja di rëndësinë, domethënë çdo të thotë të gjesh një ekzemplar në origjinal. Dhe ai thoshte, nuk po e besoj dot që jam duke ecur aty ku ka ecur Kadareja dhe që po marr frym aty ku ka marr frym Kadareja. Pra ka edhe vizitorë të kësaj natyre dhe në fakt për ata që e ndjejnë, po themi, vizitën në një muze të tillë, sigurisht që emocioni është shumë I fortë, sepse realisht shkel nëpër vendet ku ai vërtet ka jetuar. Dhe këtë magji ka ky apartament, që nuk është si shumë muze në botë ku dikush ka jetuar 5 ditë edhe aty është ngritur një histori e tërë që nuk ka asnjë lloj problemi edhe të ishte kështu, por nuk është ky rasti. Ky rasti është që gjithçka këtu flet në gjuhën e tij dhe ne shpresojmë shumë fort që në bashkëpunim dhe me familjen të kemi mundësi që vitin e ardhshëm me rastin e 90 dhjetorit të lindjes të shkrimtarit. A dihet diçka për shembull, diçka ekskluzive apo s'do zbulojmë asgjë? Unë ditë ju them vetëm një gjë. E para sepse sapo vi nga një takim I rëndësishëm për këtë shtëpi, për këtë shtëpi dhe për këtë vit, ditë ju them një gjë që I gjithë viti 2026 do të jetë një vit I rëndësishëm për Kadaren, I cili do të fillojë në Tiranë, do të jetë viti Kadare, I cili do të fillojë në Tiranë dhe do të shtrihet në sa më shumë qytete edhe të botës ku ka shqiptar, në qytete shumë bukur. dhe Kjo I bie që në Shkup Tetov patjetër. Sigurisht që po. Kështu që kjo është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse ne kemi menduar bashkë me grupin e punës që nuk do të ndalemi vetëm në datën e tij të lindjes, patjetër që aty do të jetë diçka glamur siç I takon Kadares të jetë, por nga aty pastaj do të filloj një rrugtim I cili do të zgjas deri në fund të dhjetorit, sepse është shumë e rëndësishme që Kadareja të shkojë shqiptarëve aty ku ata jetojnë, në kryeqendrat europiane, në qytete të rëndësishme, ndonse jo të mëdha, për shembull, sikurse ju përmendët Tetovën, patjetër në Prishtinë, patjetër në botën arbëreshe, pra do të jemi duke Kudo ku ka shqiptar apo kudo me ku një ka fjalë. shqiptar, do të përpiqemi të jemi kudo ku ka Kjo shqiptar, është e bukura. me prekje të rëndësishme që t'i bëjmë ata pjesë, sepse është bërë pak si modë që nga qendrat e rëndësishme, për shembull nga Tirana në këtë rast, të shkohet edhe në thonjza t'ju jepet mend të tjerëve që jetojnë në qytete pak më të vogla. Jo, do të përfshihet diaspora. Do të jenë ata që jetojnë atje dhe mënyrën se si ata e shohin Kadaren, ata do të jenë të rëndësishmit, ata do ta përjetojnë. Ne do të jemi thjesht institucione të cilat do të shkojnë me objekte të veçanta, përmes të cilave do të ngrihet një narracion I tërë. Kështu që jam shpresë plot që viti I tij do të jetë pra viti në Siç e meriton ai vet. Siç e meriton. Derisa të vi 2026, besoj që të gjithë ata që dëshirojnë të vizitojnë këto studio, qofshin ata nga Kosova, nga Maqedonia, nga më pak vende që kanë dëgjuar për këto studio, si bëhet rezervimi, për shembull, nëse janë një grup me për shembull një profesoresh me një grup nxënësish. Ne jemi gjithandej në Google, nëse na kërkoni, ka një numër Bëhet rezervimi telefoni aty? dhe mund të bëhet rezervimi. Në rrjetet sociale gjithashtu, pra keni një numër telefoni në dispozicion, ka një adresë zyrtare në dispozicion dhe mjafton një mesazh edhe mund të vini. Por jo gjithmonë është e domosdoshme për të rezervuar. Për shembull, një pjesë e madhe e vizitorëve thjesht patjetër që po. Dyert hapur I kanë. Dyert janë të hapura. Nga cila orë në cilën orë, nga cila ditë në cilën ditë? Nga e marta në të shtunë, nga ora 9:30 e mëngjesit deri në 18 pasdite, të dielën nga 9:30 e mëngjesit deri në orën 14, vetëm dita e hënë është pushim, pra po sigurisht në rast se rezervoni, kryesisht kur janë grupe që kanë interesa të caktuar, ne Për shembull, një Ciceron në një ditë caktuar, për shembull, apo jo? Kjo do të ishte ndihmuese për ne, dhe pse ne jemi këtu në gjithë kohën dhe përshtatemi,
Por nëse është e nevojshme për një guide cila do duhet të jetë në frëngjisht dhe guida e frëngjishtes nuk është në ato orare që ata duan, patjetër që del edhe është në dispozicion, por për këtë duhet të kemi një lloj lajmërimi. Përndryshe, mjafton të ketë dëshirë kushdo dhe të dyert janë absolutisht të hapura. Në çdo fezë zyrtare ne jemi në punë dhe kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme sepse përgjithsisht njerëzit vizitojnë muze atëherë kur kanë pak më shumë kohë. Kështu që ne jemi hapur përveç datës 1 dhe 2 janar, të gjitha ditët e tjera të vitit ne jemi këtu. Faleminderit shumë për kohën që ndave, diçka tjetër për fund që ndoshta do kishe dashur ta veçosh për djegësit tonë? Uroj shumë fort që të rinjt e shqiptarë të Maqedonisë së Veriut të mund të vinë. Për vërtetës kemi pak vizitor nga Maqedonia e Veriut. Vërtet? Po tani besoj që pas kësaj videos do rezervojmë më shumë. Shpresoj shumë fort që po themi këto nxitje të shërbejnë që po të vinë dhe shqiptarët sepse sikurse e thash. Do shta edhe s'kan dëgjuar, se ekzistojnë këto shtëpi studio. Edhe kjo është një arsye, por ja, po dëgjojnë. Shumë mirë. Faleminderit shumë Anisa për kohën që ndave dhe ne do vim sërish të të vizitojmë vitin e ardhshëm, se pas kemi një arsye shumë fort. Po, do keni arsye shumë të forta dhe mezi pres që të vi viti tjetër për të ndarë bashkë momente shumë të bukura edhe të rëndësishme dhe me vlerë për Kadaren. Por, vitin tjetër gjithashtu edhe 85 vjetori Dritora Agollit, kështu që edhe për Dritora Agollit... Edhe aty kemi surpriza. Po, patjetër që po, vetëm se do t'jetë në Vjesht, në tetor, pra pasit kemi kryer pak të misionin me Kadaren, sigurisht që është 85 vjetori Dritora Agollit, dhe domosdoshmërisht do të kemi një seri takimesh shumë të rëndësishme, edhe një qasje pa tjetër sikurse e meriton dhe Dritora Agolli. Në fund të cekim edhe një diçka që tashmë ju i keni edhe letrat në original të Dritora Agolli, të cilat ua ka besuar e bia e shkrimtarit, Elona Agolli. Kjo është ekskluzive, dhe me thëmë për ata që nuk e din, sepse folem pak më shumë për Kadarin, nuk i kushtuam rëndësi edhe një shkrimtari tjetër, poeti të rëndësishëm për ne, Dritora Agolli. Në të njëjtën godin, pra këtu jemi në katin e dytë të banimit, një kat më sipër, ata kanë jetuar gjithkohë. Po. Është Dritora Agolli dhe po, dhe në apartamentin studio të Dritora Agollit kemi shumë dorëshkrime, dokumente origjinale, objekte origjinale, deri dhe veshje origjinale, kështu që po. Edhe është një arsye e mirë për të vizituar të dy, pra nuk ke nevojë të endesh gjatë, mjafton të vish këtu edhe e merr, po themi, tharmin e ditës brenda dy apartamenteve. Se kemi edhe një diçka me rëndësi që, do me thënë, apo Ismail Kadare e ka njoftuar Helenën të dasma Agollit, apo e kundërta? Është e kundërta. Driteroi dhe Sadia janë njohur në dasmën e Ismailit me Helen. Sigurisht që Sadia Agolli e njihte Driteroi shumë më përpara, sepse ai kishte filluar të ishte një poet edhe një njeri sharmant i qytetit. Por aty janë në thonjza zyrtarizuar dhe pastaj filloi një histori dashurie 63-64 deri në vitin e martesës së tyre. Dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Deri në fund. Kaq prej shtëpisë Kadarene, do ngjitemi tani te shtëpia sipër, edhe do ju sjellim pamje nga atje. Faleminderit tani. Faleminderit shumë.